T'ju japi mesazh të gjithë atyre që e kanë penguar këtë portin. Dhe që fërkojnë duart se mendojnë që ja dolën. Të gjithë ata që kanë menduar se do ta nënshtrojnë qeverinë e Republikës së Shqipërisë, qofshin forcat brendshme, qofshin forcat jashtme, do mbeten me gishtin që do dëshirojnë ta zgjedhin vetë në gojë. Për sa i përket projektit të Porto Romanos, për fat keq ka ndodhur një koincidencë e pashmangshme që në momentin e fundit kompania që që ka kaluar gjitha fazat dhe duhet bënte ofertimin e fundit është tërhequr duke ju referuar situatës krizës dhe natyrisht duke qenë se oferta financiare do t'ishte e lidhur me tavanin që ka vendosur studimi i bërë nga Royal Asconic, kompania më e madhe e botës për ndërtimet e porteve, aeroporteve, infrastrukturës e tjera, dhe me tavanin e vendosur nga kërkesa në procedurën e hapur të organizuar nga qeveria shqiptare, nuk kemi arsye që të shikojmë mbrapa ndonjë gjë tjetër ne vetë personalisht. Nuk kemi të dhëna që kompania është ndodhur nën ndonjë presion. Por, i gjithë procesi është zhvilluar nën presion. Po jo nën presionin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç thuhet, pa asnjë argument. Se nuk ka pasur absolutisht jo presion, po s'ka pasur asnjë shqetësim të shprehur as nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, as nga Bashkimi Evropian, as nga askush. Por ka pasur një presion të vazhdueshëm nga faktorë të tjerë, natyrisht të pa interesuar që ai port të jetë një histori suksesi. Keni parasysh që nga aja, kur disa thonë për çfarë duhet një port i ri, se ne kemi portin ton, atë kënetën në zemër të Durrësit, dhe e lidhnin, se tani se kam dëgjuar më, idenë e portit të ri me shitjen e atë dheut në duart e arabëve, në fakt, e vërteta është që përtej ignorancës, që është gjithmonë faktor në mënyrën si trajtohen çështjet këtu, pavarësisht nga rëndësia madhore që mund të kenë, qysh në kryeterës ka pasur forcat interesuara që të mos ecte përpara projekti i portit të ri. Pse? Për një arsye që cili do që do ta kuptojë, e kupton pa ndonjë mundim të madh. Porti ekzistus nuk ka asnjë kapacitet për të qenë nyja strategjike dhe logjistike e korridorit 8. Nuk ka asnjë kapacitet. Është në të gjitha aspektet, edhe sikur ta marrësh edhe ta zbukurosh, i papërshtatshëm për të qenë nyje logjistike e korridorit 8. Këtë nuk e them unë, këtë e thonë të gjitha analizat e bëra dhe këtë e thonë të gjitha proceset e ndjekura dhe këtë e thotë realiteti i thjeshtë që ai port është mes qytetit. Një nyje logjistike portuale në mes qytetit nuk ekziston dhe nuk mund të ekzistojë që këtu. Pa llogaritur kapacitetet e portit ekzistues që janë krejt të pa përshtatshme për të mbajtur gjithë peshën e korridorit të 8. E dyta,
Porti i ri, si nyje lidhëse e koridorit 8, është një port që e çon Shqipërinë në një nivel krejt tjetër, po jo vetëm Shqipërinë, po çon shqiptarët në një nivel krejt tjetër. Sepse është një nyje e lidhur edhe me një tjetër nyje strategjike, portin e thatë të Prishtinës. Dhe është i lidhur edhe me një tjetër nyje që është porti i thatë i Shkupit. Porti i thatë i Shkupit planifikohej në projektin e parë në Strugë. Qeveria e re e ka parë të arsyeshme ta spostoj në Shkup. Dhe ky spostim mund t'i mjaftoj kujdo që logjikon për të kuptuar që këtu kemi të bëjmë edhe me një përmbajtje të rëndësishme interesash kombëtare strategjike. Tani, nëse ju mendoni që të gjithë mezi po presin që shqiptarët bëhen më të fortë, mund ta mendoni. Por ju siguroj që jo në një, por në një sër vendesh ka forca të cilat nuk e mirëpresin këtë. Dhe kjo nuk ka lidhje me armiqësira të natyrës geopolitike vetëm. Ka lidhje edhe me këto. Kjo ka lidhje edhe me interesa tregtare të vendeve. Nëse ju mendoni që porti i ri është një port që ata të cilët i kanë të lidhura interesat me rrugët e trafiqeve mezi po e presin, ju mendoni gabim. Përkundrazi, nuk kanë asnjë arsye ta mirëpresin. Dhe ka dhe një fakt tjetër që e kam shpjeguar edhe më parë. Vetë koridori 8 sot është pjesë e rrjetit evropian të transportit. Jo se themi ne, se ne mund të themi, dhe unë e them që edhe koridori Durrës-Prishtinë është pjesë e rrjetit evropian të transportit, por nuk është në hartën e rrjetit evropian të transportit që gjendet në zyrat e Komisionit Evropian në Bruksel. Që do të thotë që statusi i një koridori të rrjetit evropian të transportit është tjetër nga statusi i një koridori që mund të jetë mes të Europës, por nuk është në atë rrjet. Duke filluar që nga financimi. Koridoret që nuk janë në atë hartë nuk financohen. Mund t'i ndërtosh vetë, siç ne do të ndërtojmë vetë së bashku me qeverinë e Kosovës hekurudhën Durrës-Prishtinë. Dhe kemi folur me kryeministrin në Prishtinë herën e fundit për 2 mundësi financimi të cilat do t'i eksplorojmë së bashku. Por ama, s'ka asnjë shans që ne të kemi akses në fondet europiane për aksin Durrës-Prishtinë, sepse nuk është. Tani, ky koridori 8, me të cilin disa bëjnë lodra fjalësh edhe nuk kuptojnë fare se për çfarë flasin, ndërkohë që disa të tjerë as nuk duan t'ia dinë fare sepse dinë se për çfarë bëhet fjalë, është futur në rrjetin evropian të transportit këtu në Tiranë në samitin e Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor. Mbasi unë dhe qeveria ime kemi luftuar jo pak vite për të hequr bllokimin që ishte bërë. Ishte i bllokuar. Tani pse vendet Bashkimit Evropian e kishin bllokuar koridorin e 8? Çfarë? Sipas logjikës ignorantëve që bërtasin
rrugët e pazarit mediatik, këto janë muhabete rrugësh, po jo nuk janë muhabete rrugësh. Këto janë çështje zhvillimi ekonomik, këto janë çështje sigurie, këto janë çështje kapacitetesh konkurruese në një hapësirë ekonomike dhe tregtare që është shumë e vështirë. Ne vim nga një varfëri ekstreme dhe duam të bëjmë pjesë e një shtëpie që praktikisht zotron një pasuri shumë të madhe. Mbas futjes së korridorit të 8 në rrjetin Europian të Transporteve, korridori 8 u fut edhe në rrjetin e lëvizjes sigurt të NATO-s. Dhe projekti ynë i portit të kombinuar tregtar dhe ushtarak është në tryezën e NATO-s. Dhe ka kaluar të gjitha nivelet teknike të NATO-s si një domosdoshmëri. Tani si mendoni ju? Mund të bënim ne një bazë ushtarake që të shfrytëzohej nga NATO aty në atë pellgun e portit Durrësit? Aktualin nuk mund ta bënim. Mund të ishte porti aktual nyja për cilën po flas, nuk mund të ishte. Tani pikërisht për seriozitetin e madh që ka ky projekt, ne u angazhuam në një qasje tërësisht tjetër, duke marrë kompaninë më të madhe në botë, reputacionit e cilës patjetër që mund ta bëjnë cop tenxheret tona, por nuk vën diskutim askush. Dhe kompania Royal Asconic ka përgatitur të gjithë termat e referencës dhe ka supervizuar të gjithë garën. Gara është organizuar 2 herë. Dhe në 2 herët ka pas interes shumë të madh. Çështja ka qenë herën e parë që kriteret kanë qenë shumë të forta dhe kriteret e forta nuk duan të thonë që s'ka kompani që nuk i plotësojnë. Por duan të thonë që nëse nuk i përgatit të gjitha gjërat në kohë dhe si duhet për atë garë, nuk kualifikohesh dot. Dhe herën e parë gara është anulluar. Këtë herë ndodh kjo koincidencë fatkeqe dhe përsëris kompania ka shkruar tërheqjen e saj me argumentin e krizës dhe çmimeve, gjë që praktikisht nëse gjërat nuk kthehen në normalitet e bën shumë të vështirë. Marrin përsipër të ndërtimit të atij porti me ato çmime që janë vendosur aty dhe me atë financim që është vendosur aty. Nuk thash edhe një herë, nuk kemi fare informacionin që ka pas në një komponent tjetër që ka ndikuar në tërheqjen e kompanisë. Por unë dua ta shfrytëzoj këtë moment t'ju jap një mesazh të gjithë atyre që e kanë penguar këtë portin dhe që fërkojnë duart se mendojnë që ja dolën. E kanë shumë gabim sepse thjesht kanë hapur një rrugë tjetër. Një rrugë tjetër që nuk mund ta bllokojnë më dhe nuk do ta ndalin dot më. Dhe në të njëjtën periudhë kohë të parashikuar, ne do të bëjmë hapin që kemi qenë në pamundësi për ta bërë deri tani. Kaq për këtë. Nuk them më shumë, sepse në ndërkohë jemi duke përgatitur hapin tjetër, në momentin kur jemi gati ta hedhim, natyrisht do ta bëjmë publik. Por është e sigurt që të gjithë ata që kanë menduar se do ta nënshtrojnë qeverinë e Republikës së Shqipërisë, qofshin forcat brendshme, qofshin forcat jashtme, do mbeten me gishtin që do dëshirojnë ta zgjedhin vetë në gojë. Zotë Kryeministër, Blerina Gjoka Birn,
Për Porto Romanon, a mund të emërtoni shtetet dhe faktorët të cilët kanë bërë presion që ju pretendoni se kanë bërë presion mbi procesin? Dhe a ishin ata shkaku që ky proces dështoi? Sepse unë e thash 2 herë. Tani çfarë bëj? Unë bëj polemikë dhe me ju tani. Jo, nuk po bëj, se mund ta bëj polemikën, se mund t'ju them që po ju kur flas unë dëgjoni apo prisni radhën që të bëni pyetjen tuaj. Se unë e thash 2 herë që tërheqja e kompanisë është argumentuar me krizën dhe ne nuk kemi asnjë të dhënë që të na jap idenë se këtu mund të ketë pasur ndonjë presion. Unë e thash 2 herë. Por ama është e sigurt që faktor të ndryshëm për arsye interesash të natyrave të ndryshme dhe i përmenda cilët mund të jenë ta interesa, nuk ke mirë presin ndërtimin e një porti të ri. Kjo është luftë ekonomike, luftë tregtare, po është edhe më shumë se kaq, është dhe luftë e brendshme, interesash që thash ata që zotrojnë kanalet e trafiqeve nuk e mirë presin në ndërtojnë Shqipëri ky port sigurie të lartë. Se një port sigurie i lartë, si ai. Pra shkrimi organizuar që ka bërë presion, si ato që zotrojnë kanalet e trafiqeve, si ta kuptoj? O zonjë. Atëre, pyetja nuk ishte mbaruar, kisha edhe pjesën tjetër. A mund të shpjegoni publikut se çfarë do ndodh me që ky është një projekt i rëndësisë? Do t'ja shpjegoj kur t'jemi gati. Dhe do jemi gati shumë shpejt, thash, ne po e përgatisim hapin tjetër, por tani nuk mund të shpjegoj diçka që s'është gati, sepse duhet të bëhemi gati dhe pastaj duhet të themi, kjo është rruga që do ndërtohet porti i ri dhe pastaj ato rrugë nuk e ndal dot askush.